Fillimisht Allahun e falenderojmë që i takon madhnisë Allahut, që na ka bo hise këtë Kur'an, që na me mbush zemrën tonë me iman në librin e Zotit e nëpërmjet librit të Allahut, me kuptu qëllimin e krijimit tonë, jetës tonë dhe vdekjes tonë. Salat dhe selam i dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Allah i dhash bereqet për çajin dhe këto mirësi këto që janë para nesh. Jemi në momentet më të mira të vitit, momente më i mirë i vitit, është momenti ose ditët edhe netët më të mira janë netët dhe ditët e Ramazanit, ku muslimani vazhdimisht mundohet mi shiju adhurimet që nuk i shijon jashtë muajve të Ramazanit, jashtë muajit të Ramazanit. Sot du me shpalos vetëm 3 ajete të Kur'anit që kanë lidhshmëri njëna me tjetrën dhe përfundon me një emër prej emrave shumë të mëdhaj të Allahut Azza wa Jall, që Zoti në Kur'anin familjar të përmend diku 114 herë. Thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an: "Faman taba min ba'di dhulmihi wa aslaha fa inna Allaha yatubu alayhi inna Allaha ghafurur rahim." Wa man tab, dhe kush pendohet, wa aslaha, dhe ndryshon gjendje me një gjendje të mirë, përmirësohet prej gabimeve, prej gjunaheve që i ka bë, fa inna Allaha yatub, Allahu prej emrave të Allahut është Allahu fal, pendimin atij që kërkon pendim nga Zoti i Madh subhanahu wa taala. Përfundon inna Allaha ghafurur rahim. Ky ajet më la shumë përshtypje se përmend pendimin, përmend faljen dhe përfundon me rahim. Dhe zakonisht kur përmendet shumicën e ajeteve të emri Allahut Rahim i mëshirshëm, përmendet Gafur para se me përmend mëshirën, Gafur i falës, pastaj mëshirë. Një prej ulemave thot: Allahumma innaka anta taqul, o Allah, ti ke thonë për këtë ajet që e lexova, o Allah, unë jam ai që kam bërë gjuna. Dhe Allah, ti më ke thonë se ti, unë kam bërë tobe tek ti, dhe ti më ke thonë se ti e pranon toben e robit tan. E pastaj Allah, ti i don pendusit. Wallahu Ghafurur Rahim, e ti Allah je falës dhe ti Allah je i mëshirshëm. E unë nëse nuk jam në këtë ajet, o Allah, e përmend ajetin e dytë, nëse nuk jam unë në këtë ajet si pjesë e këtij ajetit, thot o Allah, ti ke thonë në Kur'anin famulart, wa kana bil mu'minina rahima, dhe ti o Allah je i mëshirshëm ndaj mu'minave besimtarëve. O Allah, unë jam prej besimtarëve, mëshiron. E para ke, o Allah, pranoma pendimin, o Allah, falem gjunahet, o Allah, mëshiron. O Allah, nëse nuk jam në këtë pjesë të këtij ajetit, o Allah, ti ke thonë, wa kana Allahu bil mu'minina rahima, Allahu është i mëshirshëm ndaj besimtarëve. O Zot, banëm hise të mëshirës tënde, se ti na ke premtu, e unë jam mu'min, që të kam besu ty o Zot, mëshiron. Dhe e treta, inna rahmeti wasiat kulle shay. O Zot, nëse edhe në këtë pjesë të këtij ajetit nuk jam, mëshira jote ka kapluar çdo gjë. E un jam nga ajo diçka, unë jam nga ajo. O Zot, mëshiron. Po interesant lidhshmëria këtyre 3 ajeteve e insistimit në një lutje të veçantë që përfundon me mëshirën e Zotit. Ne kur bëjmë lutje, zakonisht ai smuti çka është suneti Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, me lut Zotin me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta. Zakonisht njeriu kur është i smut e lut Zotin me cilin emër? E lut Zotin me emrin e Shafi. Njeriu i cili ka nevojë për rrezik e lut me emrin Ar-Razzaq. Njeriu i cili ka nevojë për diçka tjetër, ja Fettah, mja qelë Allahu dyrt, rrugdalje mi dhon, ja Fettah, për shembull. Mirë po, prej emrave që përmendet shumë
Dhe domethënia e emrit Rahim, i mëshirshëm Allahu, dhe përmendja e shumt e ka kuptimin pak më të gjatë se fjala Rahim përfshin më shumë gjëra. Do të thotë këtu, për shembull, vetëm për shërim, këtu vetëm për rrezik. Rahim, edhe 3 ajetet e insistimit këtij alimit që i ka lidh, është që po insiston në mëshirën e Zotit. Pse? Se ne jemi të krijuar me mëshirë të Zotit, me rahmet të Allahut, jetojmë me rahmet të Zotit, edhe vazhdimisht kemi nevojë për rahmetin e Allahut. Prandaj ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Allahu i ka 100 rahmete. E prej 101 i ka zbrit në dynjat, e me ta furnizojnë, hajnë, pinë, zhvillohen, jetojnë njerëzimi. 99 i kalon për kanë, për ata që besojnë njëshmërinë e Allahut, që nuk i bëjnë shirk Allahut, dhe për besimtarët të cilët janë pjesë, do thotë uiddat lil muttaqin, për banorët e xhenetit, Allah i nasipin avaf. Allahu azza wa jall ka dëshirë që na me insistu, masi ne jena në muaj të Ramazanit dhe ky mezhlis është i hajrit, sikur që ka qenë edhe me hoxhallarët e tjerë. Ne duhet me insistu në ibadetet tona dhe në lutjet tona, po ndonjëherë nevoja e dikujt është më e veçantë. Prandaj jo rastisht e zgjedha këtë ajet sonte në mesin ton, që ne duhet me insistu në këto ajete ose në këtë cilësi të Allahut, se kjo është më përfshirës më e madhe, ka plan më shumë gjëra, ngërthen me vete më shumë gjëra, edhe në dynjat, ngërthen edhe në ahiret. Dhe Allahu azza wa jall ka qef më tani zanin, masi muaj Ramazanit është muaj adhurimeve, dhe është jemi na dëshmitar hoxhallar që si vjet nevoja po tham e zemrave të etura për adhurim, e për mëshirë, e për udhëzim, po shifet në xhamiat tona. Secili që shkon në xhami, çka lyp? Pa e përmend emrin Rahim s'ka shans. Namaz pa e përmend emrin Rahim s'ka shans. E prandaj Allah azza wa jall ka qef që na me insistu në lutje, në adhurim. E jona është edhe me insistu në lutje ndaj madhnisë Allahut, dhe e dyta më mundu me shiu se nuk ka pjesë të adhurimit më e mirë, më e këndshme, që zemra jote me shiu pjesën e nevojës të adhurimit ndaj madhnisë Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Ramazani është mahatta, është stacion ku njeriu merr energji pozitive për me udhëtu ka Zoti. Nëse në Ramazan ne nuk drejtohemi dhe nuk kërkojna mëshirë nga Allahu, nuk kërkojna udhëzim nga Allahu, nuk pendohemi tek Allahu subhanahu wa taala, atëherë kur? Prandaj që ky Ramazani, sidomos po tham mas 2 pauzave ku ne kemi përcjell njerëz që kanë vdek, dëshira e tyre me siguri mu pyeti vdekur çfarë dëshire ka qef mu kanë mesin ton sot. Ky mezhlis është mezhlis ku Allahu lëshon rahmet. Pse se në këtë mezhlis përmendet Allahu, në xhami përmendet Allahu, përmendet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ashtu me radhë. Prandaj Allahu t'i takon falënderimi që Allahu na ka mundsuar neve me madhru Allahun në Ramazan dhe me fitu energji pozitive për udhtim, për ka Zoti, se na çdo ditë afrohemi fefirru ila Allah dhe hikni ka Zoti, na s'kena ka shkojnë atje tërkohë, kupton. Prandaj 3 ajetet e para që ne natyra e ajetit parë po tregon se ne jemi gjunahçar dhe patjetër është me bë tobe. Men lam yatub fa ulaika humul fasiqun. Kush nuk pendohet, Allahu është për njerëzve të prishur, fasika. Pjesa e dytë, Gafurur Rahim. Ne kërkojmë falje, falemi, agjerojmë. Për çka agjerojmë? Men sama Ramadanin imanan wa ihtisaba, gufira lahu ma taqaddama min dhanb. Për më na fal Allah i gjunat. Ne pse falemi namaz, për më na fal Allah i gjunat. Ne pse çomi natën e Lejletul Kadrit, për më na fal Allah i gjunat. Do thotë këto janë momentet më të arta të robit për me fitu rahmetin e Allahut. Me pak mund, shumë bereqet. Me pak sakrificë, shumë bereqet. Dhe përzgjedhja thash e këtij emrit është se ky emër i Allahut azza wa jall Rahim është emër shumë i gjatë dhe duhet me lut Allahun azza wa jall me këtë emër që Allahu më na mëshiru, dhe këtë Ramazan me shfrytzu se është muaj ekskluziv për besimtarin që më drejtu Zotit e me mëshirë të Allahut, pastaj Allahu të udhëzon. Wa man yu'min billahi yahdi qalba, dhe atë që don Allahu e udhëzon, po Allahu udhëzon njeriu vetëm me rahmetin e tij. Se në dynjat Allahu i jep bereqet, i jep pasuri edhe besimtarit edhe jo besimtarit. I jep edhe të mirit edhe të keqit. Ndërsa në ahiret xhenetin Allahu azza wa jalla ja bën nasib vetëm kujna? Vetëm besimtarëve. Mirë,
Dikush mund me thonë, pra, pini xhamatlive të vjetër ja tregova që këtë hadith pejgamberit, në kuptim të hadithit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë kur e pyet Hazreti Aisha radhiyallahu anha, njeriu me çka hin xhennet, hin me punët e tina me rahmetin e tij. Me rahmetin e tij, apo? Po mirë, atë çfarë kuptimi ka? Pse na masi Allah na shtin me rahmetin e tij në xhennet? Atë pse bëjmë na vepra të mira? Pse bëjmë na vepra të mira? Pse agjerojmë? Pse falemi? Çka është kuptimi i saj? I thanë ja Rasulullah, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e pyeti Hazreti Aisha, tha edhe ti nuk hin, tha edhe unë nuk hin vetëm me rahmetin e Allahut subhanahu wa taala. Ai çka ka bë vepra më shumë ti, pejgamberi alayhi salam. Çka është mesazhi i kësaj? Njeriu hin në xhenet me rahmetin e Allahut, ndërsa pozicionin e tij, shkallët e tij janë në xhenet hin në bazë të veprave që i ka bën dinjat. Edhe ka sebepe që njeriu në çojnë e udhëzojnë ka rahmeti i Allahut. Është ihsani, është bamirësia. Kjo është pjesë kejt e gjanë tjetër e muhabetit, po ka lidhshmëri me rahmetin e Allahut. Për shembull, wallahu qaribun min al-muhsinin. Allah është afër njerëzve bamirësa. Hel jazao al-ihsani illa al-ihsan. A mundet me hin xhennet ai që nuk e ka thonë shahadetin. A mëshiron Allahu atë që nuk e ka thonë shahadetin. Do të thonë sebepe që të çojnë në rahmetin e Allahut. Do të thotë ihsanllëki, bamirësia. Leximi dhe dëgjimi i Kuranit, kërkimi i tawbës dhe istighfarit, me falendru Allahun subhanahu wa taala, janë prej sebepeve që çojnë rahmet Zotit. A mund me hin xhennet pa i thonë Allahut elhamdulillahi rabbil alamin? A mund me hin xhennet pa i thonë Allahut astaghfirullah wa atubu ilej? A mund me hin xhennet pa i bë sejdë Allahut? Po, me rahmet Allahut ki me hin, po pozicioni është mbas veprave dhe këto të çojnë ka rahmeti Allahut, që Allahu të mëshiron nëpërmjet këtyre meseleve që i përmendëm deri tash. Elusa Allahun azza wa jall që Allahu të na mëshiron neve dhe gjithë muslimanët. Allahu të na ringjall me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, unë me kaq po përfundoj hadha wa sallallahu ala nabiyina